Kapitulli 15. Në mëngjes herët, kryepriftërinjt së bashku me pleqt, skripët dhe gjithë Sinedrin, pasi u këshilluan, e lidhën Jezuin, e morën dhe ja dorëzuan Pilatit. Pilati e pyeti: "A jeti mbreti i judenjve?" Jezui ju përgjigj: "Ti vetë po e thua." Ndërkaq, kryepriftërinjt e padisnin për shumë gjëra, dhe Pilati e pyeti përsëri: "Nuk po jep asnjë përgjigje? Shiko për sa gjëra po të padisin." Por Jezui nuk ju përgjigj për asgjë, gjë që e çuditi shumë Pilatin. Për çdo festë Pashke, Pilati lironte një të burgosur sipas kërkesës së turmës. Një njeri që quhej Baraba gjendej në burg bashkë me disa kryengritës të tjerë që kishin bërë një vrasje në një kryengritje. Atëherë erdhi turma dhe filloi t'i kërkonte Pilatit atë që ai e kishte zakon të bënte për ta. Pilati i pyeti: "A doni t'ju liroj mbretin e judenjve?" Sepse ai e kishte kuptuar se kryepriftërinjt ja kishin dorëzuar Jezuin nga smira. Por kryepriftërinjt e nxitën turmën që në vend të tij të lironte Barabën. Pilati u tha përsëri: "Atëherë çfarë doni të bëj me atë që e quani mbret të judenjve?" Ata thirrën përsëri: "Kryqëzoje!" Por Pilati u tha: "Përse? Ç'të keqe ka bërë?" Atëherë ata thirrën edhe më fort: "Kryqëzoje!" Kështu Pilati, për të kënaqur turmën, liroi Barabën dhe pasi e fshikulluan Jezuin, e dorëzoi që ta kryqëzonin. Atëherë ushtarët e morën Jezuin dhe e futën në oborrin e pallatit, domethënë në pretorium, dhe mlodhën gjithë kohortën. E veshën me një mantel të purpurt dhe pasi thurën një kuror me gjemba, ja vunë në kokë. Pastaj filluan t'i thoshin: "Të përshëndesim o mbreti i judenjve." E godisnin në kokë me kallam, e pështynin dhe duke rënë në gjunjë, përkuleshin para tij. Pasi e tallën, ja hoqën mantelin e purpurt dhe e veshën me rrobat e veta. Pastaj nxorrën jashtë për ta kryqëzuar. Atëherë detyruan një kalimtar që po kthehej nga Ara, një far Simoni nga Kirena, i ati Aleksandrit dhe i Rufit, të mbartte kryqin e Jezuit. Kështu e quan Jezuin në vendin e Golgotës, që do të thotë vendi i kafkës, dhe i dhan verë të përzier me mirë, por ai nuk e mori. Pastaj e kryqëzuan dhe hodhën short për të ndarë rrobat e tij, që të shihnin çfarë do t'i binte seciliit. Ishte ora 9 e mëngjesit kur e kryqëzuan. Mbi shkrimi me shkakun e dënimit thoshte: "Mbreti i judenjve." Bashkë me të kryqëzuan edhe dy kusar, njëri në të djathtë e tjetri në të majtë të tij. Kalimtarët e fyenin, tundnin kokën e thoshin: "Ti që do ta shkatroje tempullin edhe do ta ndërtoje për 3 ditë, shpëto veten edhe zbrit nga kryqi." Edhe kryepriftërinjt me skribët e tallnin dhe thoshin: "Të tjerët i shpëtoi, ndërsa veten nuk e shpëtua ka dot. Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbres tani nga kryqi, që të shohim e të besojmë." Edhe ata që ishin kryqëzuar bashkë me të e përqeshnin. Në mesditë u bë errësirë në gjithë tokën deri në orën 3 të pasdites. Në orën 3 pasdite, Jezui thirri me zë të lartë: "Eloi, Eloi, lema sabakthani." Që përkthyer do të thotë: Perëndia im, pse më braktisë? Disa nga ata që ishin aty, kur e dëgjuan, thanë: "Ja, po thërret Elian." Dikush shkoi me vrap dhe pasi ngjeu një sfungjer në uthull, e vuri në një kallam, ja drejtoi Jezuit dhe tha: "Prisni, të shohim nëse do të vijë Elia për ta zbritur." Jezui lëshoi një britmë të madhe e dha shpirt. Atëherë veli i tempullit u gris më dysh, nga lart deri poshtë. Dhe centurioni që rrinte përballë tij, kur e pa duke dhënë shpirt në atë mënyrë, tha: "Me të vërtet, ky njeri pas ka qenë biri i Perëndis." Aty gjendeshin edhe disa gra që shikonin nga larg. Ndërto ishin Maria Magdalena, Maria nëna e Jakobit të vogël dhe Jozes, si dhe Saloma, të cilat e kishin ndjekur dhe i kishin shërbyer kur Jezui ishte në Galile. Ishin edhe shumë të tjera që kishin ardhur me të në Jeruzalem. Tashmë kishte rënë mbrëmja dhe ishte e premte, do me thënë vigjilja e së shtunës.
Jozefi nga Arimateja, antar i respektuar i Sinedrit, që gjithashtu priste mbretërinë e Perëndis, shkoi me guxim te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezuit. Pilati, i çuditur që tashmë kishte vdekur, thirri centurionin dhe e pyeti nëse kishte shumë kohë që kishte vdekur. Pasi u njoftua nga centurioni, ia dha kufomën Jozefit. Ky bleu një pëlhur prej liri, e zbriti kufomën nga kryqi dhe pasi e mbështolli, e vuri në një varr të hapur në shkëmb. Pastaj rrokullisi një gur mbi grykën e varrit. Ndërkaq, Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jozes, e pan ku e vun Jezuin.